Në atë kohë, kur i kishim paraqitet mira, vishin menaxhera, domethënë se o filloi do të thotë ajo mu avancu pas sa do pak futbolli në Kosovë, vishin menaxhera, do të thotë kush është kampion Kosovë, besa krejt menaxherat vishin pej edhe i përcjellshëm. Dhe më kam përcjell disa ndeshje, ju kom pëlqy, ka ona mes fushës edhe ma kanë ofruar një kontratë, do të thotë pasi që u shpalla futbollisti më i mirë në Kosovë në 2005, ma ofruar një kontratë 2 vjet e gjys. Në klubi hungarez, në atë ku ishte në Super League. Mes tabeles Po, kena përfundu në 5. vend ose në 6. mos gabosha, nuk mujte me marrë pjesë në Evropë. Megjithatë, në atë ku për mu ka qenë si me shku Madrid me lujtë. Realisht hapi i madh në karrierë, do të thotë krejt shokët e skuadrës u habiten se si ka mundësi një lojtar. Na atë ku i kishim pasaportat edhe ton mikit edhe nuk kishim të Kosovës fiks. Domethënë edhe të Serbisë se kishim në atë 2 pasaporta, nëse kështu ka qenë ajo periudha në atë ku. Megjithatë, prej atij momentit u transferova, shkruva kontratë 2 vite gjys, megjithatë nuk shkoj ashtu si unë deshta. Patë me menaxherin në marrëveshje që një vit luaj në Hungari, pastaj të transferohem në Bundesliga 2, kështu ka qenë marrëveshja. Megjithatë, 6 muajshin e parë kam zhvilluar normal në një periudhë të mirë të futbollit, megjithatë masanej u mërzita. Ju thonë të drejten, sepse nuk më pëlqej ke mu ambienti, nuk u aktivizova unë që shdu mu aktivizu në 10 minuta, dhe më dhënë gjithë mu masanej filloj edhe u mërzita e thash që se për me shkut kontratën edhe t'jemi në regull, pastaj karriera vazhdan. Edhe kështu ndodhe, edhe në Kosovë, me njerë